Surja El Mujadile, Medinase, 22 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Allahu i ka dëgjuar fjalët e asaj që diskutoi me ty për burrin e vet dhe ju ankua atij. Allahu e dëgjoi bisedën tuaj, sepse ai dëgjon dhe sheh gjithçka. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Ata midis jush që i ndajnë gratë e veta, duke u thënë se ju duken si nënat e veta, duhet ta dinë se ato nuk janë nënat e tyre. Nënat e tyre janë vetëm ato që i kanë lindur ata. Fjalët që ata thanë janë të pahishme dhe të pavërteta. Megjithatë, Allahu është falës dhe shlyes i gabimeve. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Ata që i ndajnë gratë e veta në këtë mënyrë e pastaj duan të kthejnë mbrapsht atë që thanë, duhet të lirojnë një sklav apo sklave para se të preken përsëri. Kështu ju urdhërohet. Allahu i di të gjitha ato që bëni ju. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Ai që nuk gjen ndonjë sklav për të liruar, duhet që të agjeroj 2 muaj rresht, para se të preken si bashkëshort. E nëse nuk mund ta mbaj agjerimin, atëherë duhet të ushqej 60 të varfër. Kjo që të tregoni besimin në Allahun dhe të dërguarin e tij. Këta janë kufijtë e Allahut, ndërsa për jo besimtarët ka vuajtje të mundimshme. الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. Vërtet, ata që i kundërvijën Allahut dhe të dërguarit të tij, do të poshtërohen siç janë poshtëruar ata para tyre. Ne kemi zbritur shpallje të qarta, kurse për jo besimtarët do të ketë vuajtje poshtëruese. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Në ditën kur Allahu i ngjall të gjithë e i njofton për veprat që kanë bërë, Allahu të gjitha i ka shënuar, edhe pse ata i kanë harruar.
Allahu është dëshmitar I çdo gjëje. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. A nuk e diti se Allahu di çdo gjë që është në qiej edhe në tokë? Nuk ka bisedë të fshehtë midis 3 vetave që ai të mos jetë I katërti. As midis 5 vetave e që ai të mos jetë I gjashti. As kur janë më pak, as kur janë më shumë që ai të mos jetë me ata, kudo që të ndodhen. Ai, në ditën e Kiametit, do t'i njoftoj ata se çfarë kanë bërë, se me të vërtet Allahu di çdo gjë. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. A nuk I sheh ata të cilët edhe pse ju është ndaluar të kurdisin fshehtësisht, kthehen tek ajo që u është ndaluar dhe kurdisin për gjunahe, armiqësi dhe mosbindje ndaj të dërguarit. Kur vinë te ti, ata të përshëndesin me fjalë me të cilat Allahu nuk të përshëndet kurrë dhe thonë me vete: pse nuk na dënon Allahu për këtë që po flasim? Xhehenemi është një dënim I mjaftueshëm për ata. Në flakët e tij do të digjen. E sa vendbanimi të merrshëm që është ai. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. O besimtar, kur të bisedoni fshehtas mes jush, mos flisni për gjunahe, armiqësi dhe mos bindje ndaj të dërguarit, por bisedoni për mirësi dhe drejtësi. Kijeni frikë Allahun, para të cilit do të duboheni. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Intrigat e fshehta vinë vetëm nga djalli për t'i dëshpëruar besimtarët, e megjithatë, ai nuk mund t'u shkaktoj kur fare të keqje, përveç nëse Allahu e lejon atë. Pra, besimtarët le të mbështeten tek Allahu. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Besimtar, kur ju thuhet tu hapni vend të tjerëve në tubim, atëherë
bëni vend se Allahu do t'ju bëj vend në xhenet. E kur ju thuhet të ngriheni, atëherë bëni kështu se Allahu do t'i ngrej në shkallë të lartë ata midis jush që besojnë dhe që u është dhënë dija. Allahu di çdo gjë që punoni. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. O besimtar, kur doni të këshilloheni me të dërguarin, para këshillimit, i jepni lëmosh. Kjo është më mirë dhe më pastër për ju. Po, nëse nuk keni, Allahu me të vërtet është falës dhe mëshirëplot. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. A mos po friksoheni që para këshillimit tuaj të jepni lëmosh? E nëse nuk jepni, e Allahu ju a ka falur, atëherë kryeni namazin, jepni zeqatin dhe dëgjoni Allahun e të dërguarin e tij. Allahu di çdo gjë që bëni. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. A nuk ishe ata hipokritët që shoqërohen me njerëz me të cilët Allahu është i zemëruar? Ata nuk ju përkasin as juve o besimtar, as atyre. Ata me vetëdije betohen në gënjeshtër se janë besimtar. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. Allahu u ka përgatitur atyre dënim të rënd, sepse është vërtet e mbrapsht ajo që bëjnë. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Betimet e tyre i kanë bërë perde për mbrapshtitë e tyre dhe i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut. Ata i pret dënimi poshtërues. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. As pasuria, as fëmijët e tyre nuk do t'u vinë as pak në ndihmë kur të jenë para Allahut. Ata do të jenë banor të zjarrit ku do të qëndrojnë përgjithmonë. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. Ditën kur Allahu t'i ringjall të gjithë, ata do t'i betohen atij ashtu siç të betohen ty tani, duke menduar se kjo do t'u sjell dobi. Në të vërtetë, pikërisht ata janë gënjeshtarët. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Ata i ka vënë poshtë djalli
dhe i ka bërë që të harrojnë përmendjen e Allahut. Ata janë pala e djallit, në të vërtet, pala e djallit janë humbësit. Innal ladhina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adhallin. Ata që kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, do të jenë në shkallën më të poshtëruar. Kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz. Allahu ka vendosur, unë dhe të dërguarit e mi do të triumfojmë me siguri. Allahu është vërtet i fortë dhe i plot fuqishëm. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Nuk gjen njerëz që besojnë në Allahun dhe në ditën e fundit, që të ushqejnë dashuri ndaj atyre të cilët kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, edhe në qofshin ata etrit e tyre, ose bijtë e tyre, ose vëllezërit e tyre, ose farefisi i tyre. Allahu ka skalitur besimin në zemrat e tyre dhe i ka fuqizuar ata në shpalljen e vet. Ai do t'i shpjerë ata në kopshte, në për të cilat rrjedhin lumej e ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Allahu është i kënaqur me ata, por edhe ata do të jenë të kënaqur me të. Ata janë pala e Allahut dhe vërtet që pala e Allahut do të jetë fituese.